ndodh me ushqimet tona në një periudhë shumë të shkurtër, diku tek 3 muaj, kemi një skandal me mandarinat. Kemi një skandal tjetër me salmonelën. Pastaj skandali me lule shtrydhet, me skandali me qumshtin. Çfarë po ndodh me Shqipërinë, nga ajo që shikon ti si ekspert? Në fakt, për sa i përket sigurisë ushqimore, po kalojmë një situatë të vështirë, në fakt. Për arsyeën e vetme sepse garantët e sigurisë ushqimore që janë institucionet shtetërore, në fakt e kanë humbur vigjilencën e tyre. Dhe kjo pastaj la hapësira dhe i lë vend gjithmonë abuzimit për të vazhduar. Në fakt, unë do të thoja që ne sot po shikojmë ato, e thonë gjuhën mjekësore, shenjat klinike, pra po shohim plagët, po shohim problemin konkret. Po në fakt, ajo që ka ndodhur është që prej kohësh strukturat shtetërore e kanë humbur funksionalitetin e tyre, për shumë arsye. Dhe për t'i renditur disa është që në radhë parë njëherë ne po ndërrojmë gjeneratën e specialistëve. Jo se s'ka absolutisht, Shqipëria ka specialistë shumë mirë. Por po e ndërrojmë gjeneratën. Po ikën një gjenerat që kishte përfunduar studimet para 90-s, pra ishte 30 vjeç apo 25, dhe normalisht po vjen një gjenerat tjetër e cila ka mbaruar po themi këto vitet e fundit. Pse jo edhe fakultete jo me emër, për mos t'i përmendur ose jo të këndshëm. Të cilët dashur pa dashur në informë janë bërë pjesë e administratës publike. Ne vazhdojmë plagën e partitizmit të punësimit. Pra, ne vazhdojmë ikën një forcë politike, vini një forcë politike, sjell ekspertët e vet. Unë di që eksperti në gjithë botën është ekspert. Profesionisti është profesionist. Për te gjithë bindjeve të tija politike, ama në pjesën e tetorashit punës apo të profesionit vet, është i pasvendësueshëm dhe për një arsye tjetër fare të thjeshtë. Çdo punojës i administratës, kur largohet, merr me vete edhe një pjesë të memorjes së institucionit, që do të thotë që precedentët ose situatat e ngjashme apo mënyra se si punoj, në moment që ky staf apo këta njerëz lëvizin, do të thotë që ky institucion e humb këtë njohuri që ka krijuar ndër vite, është trajnuar, ka mësuar apo është përballur me raste. Dhe për mos të kaluar pastaj tek pjesa e humbjes apo si thon, s'po gjej ndoshta fjalën e dur, po themi atyre të cilët vërtet i lënë në vijën e parë të frontit për të përballur me sigurinë ushqimore dhe për të marrë pasojat. Rasti akuz kemi në 2001 apo 2002 kemi humbjen e statusit në punësit civil. Pra një ekspert, një inspektor i akuz merret apo shkarkohet nga puna sipas oreksit të drejtorit. Nëse kjo është e tillë, atëherë ka mu forcë për të ndëshkuar një biznes. Me bizneset, po. Po themi një biznes të importit mishit që shkojnë nga 10 milion euro deri 20-30 milion euro kapital qarkullues në vit. Ne importojmë nga Brazili, nga Argentina, nga Kanadaja, edhe nga Europa, rreth 300 milion euro mish në vit. Çka do të thotë është një, imagjino kapitali që qarkullojnë këto biznese dhe tani gjeje forcën e një inspektori të shkojë të gjobisi këto, apo të bllokojë, apo i hapi probleme apo të tjera. Pra, çfarë do të thotë që statusi i inspektorit duke qenë se ka humbur, janë bërë më të ndjeshëm, më fragjile, dhe tani dhe vetë inspektorët fillojnë ruajnë veten. Ka dy gjëra, o do bëj detyrën, edhe ndoshta ai qellon që është miku drejtorit dhe do ikë nga puna, ose do rri aty për të marrë atë rrogën dhe për të ushqyer familjen e vet. Pra, duke prishur dhe për ta përmbledhur këtë gjë, duke prishur në mënyrë të vazhduar dhe duke dhënë ndikime negative në sistem në mënyrë të vazhduar, ne kemi bërë që sot përballemi me këto skandale që ju përmendët pak më përpara. Dhe pse jo, normalisht, absolutisht, para që kosa strukturat janë lartësinë e dur, mund të ketë edhe të tjera, apo mund ndodhen edhe të tjera, sepse tani është një fushë të hapur. S'është dikush që i kontrollon apo i ndalon apo i parandalon. Në fund ditës institucionet janë për të parandaluar atë. Aman mund të parandalojnë kimikatet që po futen. Vaj i palmës që po futet në Shqipëri. Kush po përdor vajin e palmës? Apo hormone të tjera, nuk e di si funksionon se. Ka dy elemente. Duhet ketë një lloj kontrolli apo jo, edhe në dogana ose nuk e di.
ka dy element për sa i përket vajt palmës. Elementi i parë është vaj palmës brenda normave të caktuara dhe mirë caktuara është i lejuar të përdoret. Dhe elementi i dytë është që vaj palmës ka disa rreziqe kur me atë abuzohet. Pra, kemi dëmin në aspektin shëndetësor, po kemi dhe dëmin në aspektin e mashtrimit të konsumatorit. Rasti konkret, i ke një djath i cili pretendon që ndyra e tij apo vajti i ndyra e tij është me origjinë shtazore, pra nga kafshët. Ndërkohë që ai mund ta ketë ndyrën me origjinë bimore, siç është vaj palmës. Dhe kështu me radhë. Gjalpi, buteri edhe kështu me radhë. Pra nuk shkruhet në etiketë. Dhe realisht ajo që ndodh me vajin e palmës në Shqipëri është një mashtrim i madh fakt që i bëhet konsumatorit. Sepse lufta sot në Europë, po të shohësh këto etiketa italiane, shkruajnë atje senza olio di palma, dhe kjo është midis kompanive dhe unë disa herë edhe publikisht, po edhe në takime kam shprehur që kompanitë shqiptare, nëse vërtet nuk përdorin, pse nuk e shkruajnë? Por nuk përdor. Ky produkt është free. Është i boshatisur nga vaj palmës. Asnjë. Shkruajnë kanë ca etiketa me gërma të vogla atje mbrapa, që ndonjëri edhe deklaron, dhe pjesa dërmuese nuk e deklarojnë, sidomos në produktet rifugjo. Shumë kur gjejmë në treg gjizë për shembull me fuqi. S'ka as etiketa, as origjina, as një zot e merr vesh nga vjet. Aty për shembull mund të ketë abuzim me vajin e palmës. Djathrat ndryshëm, kaçkavall, djathrat e picës, të gjitha këto elementet që kërkojnë një përqindje të shtuar ndyre. Dhe për këto rrethana, vaj palmës është problematik sepse në studime ka veti të ndryshme kancerogjene. O sidomos në fast foodet ku përdoret për skuqje edhe kështu me radhë. Pra e thënë ndryshe, jo vetëm vaj palmës. Para pak ditësh skandali më i fundit që qarkullon për shkakun është aflatoksina. Aflatoksina në qumsh është një problem tjetër. Edhe ky është një toksinë krijuar nga myqet, e cila kur zbërthehet në organizmin e kafshës përfundon në aflatoksinë M1, e cila është, si thon, po themi iniciatori drejtpërs drejti i kancerave të mëlçisë kryesisht. Ndaj edhe dozat apo sasitë e prezencës në produktet e bulmetit duhet mbajtur në norma të ulta. Varion nga 0,5 deri në 5 që ka Amerika maksimumi. Ndërsa analizat e fundit që ka publikuar Aguja shkojnë deri në 882 mikrogram për kilogram, që do të thotë është mbi normën e Amerikës. 500 ka 0,5. Kështu që jemi goxha 2-3 fish e mbi normën e Amerikës, çka do të thotë që në fakt këtu situata ka dalë vërtet jashtë kontrollit. Po mandarinat, luleshtrydhet, çfarë kanë pasur, çfarë kimikatesh dhe çfarë i bëjnë organizmit? E bukur është se në çdo sektor këtu gjen nga një problem. Edhe kjo është fakt shqetësuese. Në fakt për sa i përket skandaleve të frutaperimeve, ka një problem shumë të madh në aspektin e ligjshmërisë. Shumë. Unë nuk duhet të bëj histori konspiracioni edhe nuk duhet të hamendsoj shumë, po për aq kohë sa gjërat ndodhin, dyshimi mbetet i arsyeshëm, e thënë ndryshe. Në fakt në shumë të rasteve ne kemi pasur ato që janë ligje me porosi. Del një urdhër ministrit, del për interes të caktuar të bizneseve të caktuara, del një VKM, del një ligj, projekt ligj edhe kështu me radhë, dalin edhe në fakt nëse do të ndjekësh kronologjinë e tyre, ato janë o të nxitura nga biznesi, o të porositura nga biznesi, ose vetë ministri i linjës apo drejtori ka interes të drejt për drejt apo të thort me atributet që jep ky ligj apo ky urdhër. Rasti për shembull i manderinave është rast vërtet për të ardhur keq, sepse problematika, po them atë batutën e famshme që këto rastet me pesticide i bëjnë dhe filma në përbot. Ndodhin edhe në përbot, s'është në një problem, bëhen dhe filma. Bëhen dhe filma, por linja e logjikës është e ne janë shpeshta, një, dhe dyta ka një tendencë shumë të madhe të fshehjeve të rasteve. Për shembull, ne sot po flasim për aflatoksinën dhe qumshit dhe nuk e dim kush janë këto kompani. Gjë që në legjislacionin e Bashkimit Evropian kjo nuk tolerohet. Gjë e parë, kur laboratori konstaton problematik në një produkt, publikohet loti, emri kompanisë,
loti i produktit. Mhm. Sepse rasti i salmonelës i pulave, ne mund ta kishim shtëpinë tonë, Atë produktin. Atë produktin. Dhe mbajmë aty akoma frigorifer, ndërkohë që këtej na krau tjetër po bëhet hataja, e kupton? Po. Dhe ne mund ta konsumojmë mbasi kanë mbaruar dhe emisionet televizive. Mhm. Jo, publikimi i logos kompanisë, e lotit, e datës kadencës, e disa elementeve identifikues të produktit, është detyrim ligjor për autoritetin kombëtar të ushqimit. Mhm. Sepse mos ta harrojmë që një nga aleatët më të mirë të institucioneve shtetërore është dhe konsumatori. Aguja ka 300 inspektor, ndërkohë janë 1,5 milion blerës nga ana tjetër që kontrollojnë apo kapin produktet e tyre me sy apo me dorë. Dhe në fakt fshehja e informacionit, doja dilja, në fakt është bërë modës dhe është kjo pastaj të lë atë dyshimin që ore diçka këtu po luhet, ose diçka këtu dikush ka ca interesa që s'do t'i prish imazhin vetes. Pra, prevalon imazhi një kompanie mbi shëndetin e gjithë konsumatorëve. Dhe kjo vërtet është e dhimbshme. Rasti i manderinave, në fakt, i cili ka dalë diku rreth 20 dhjetorit, ndërkohë kishte një muaj përpara që skandali kishte ndodhur për herë të parë. Mhm. Manderinat ishin kthyer në Shqipëri. Manderinat u konsumuan në Shqipëri. Dhe unë atëherë kam konstatuar diku në rastin e tretë. Sistemi rafsh, për arsye profesionale, unë hy herë pas here që e kontrolloj dhe konstatoj që ishin të paktën 2 apo 3 raste të publikuara me klorpirifos, si ishte një pesticid i ndaluar. Pra, këtu kishim 2 element. Elementi i parë ishte që U fsheh. Mhm. Elementi i dytë është nuk u zbatua procedura ligjore e asgjësimit, pra u konsumua. Dhe e treta, më kryesorja, ishte që lënda aktive apo pesticidi që u gjen në to ishte kontraband. Pra, ishte një preparat i cili nuk është se fermeri për fajt ti nuk ishte zbatuar karencën kohën e pezullimit, që i thonë ndryshe. Pra ka një kohë pezullimin, nëse ti aplikon për një parazit të caktuar apo insekticid të bima pesticidin apo insekticidin, atëherë në etiketën e saj shkruhet koha në cilën ti nuk duhet ta konsumosh frutin. I thot 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 40 ditë dhe kështu me radhë. Në rastin konkret nuk po flasim për mos respektim të karencës na fermeri. Po futemi një produkt krejt të ndaluar. Po flasim për produkt që në fakt është ndaluar në Shqipëri dhe në Europë. Dhe kjo në fakt ishte dhimbshme. Si kanë futur? Si mund ta kenë futur në Shqipëri? Dhe gjithë fshehja bëhet sepse një nga zëvendës ministrat ka importin më të madh manderinës. Dhe ka plantacionet më të mëdha të manderinës dhe ekspozimi ka përshtypjen që gjithë media si gjeni vetë emrat. Do ta gjejmë atëre. Mumalini. Pra, dhe duke qenë se ka tregun më të madh manderinës, atëherë nuk duhesh prishur zëvendës ministrit tregu i manderinës. Dhe mos ja prishin zëvendës ministrit tregun e manderinës, hajde ta fshehim. Hajde ti helmojmë konsumatorët, hajde ti. Si mund ta kenë futur këtë pesticid të ndaluar? Po shiko, jo pak raste në kohën e Niko Peleshit, meqense do një emër, ja thash një emër tani. Okej. Ish ministrit bujqësisë ka pas një kallëzim penal atëre për ish ministrin e bujqësisë, Niko Peleshi, për arsyeën e vetme sepse një preparat i cili në letran e etiket shkruaj pleh kimik, në fakt ishte një pesticid që quhet silikon mix, në cilën AKU-ja kishte bllokuar, territori i AKU-s ishte bllokuar, ndërsa ministri me një urdhër e zhbllokon për të hedhur në treg. Ndërkohë etiketa e këtij preparati me substancën aktive të brendshme nuk përputhet. Nuk përjashtohet që edhe ky produkt i kontraband. Absolutisht mund të ketë ardhur kontraband, edhe në Mali, edhe në Fusha, edhe në Deti. Por edhe nëpërmjet pikave doganore. Ka ardhur nëpërmjet pikave doganore, etiketa ka qenë e ndryshuar. Ne kemi një problem shumë të theksuar për sa i përket laboratoreve që nuk masim apo nuk detektojmë në kohë substanca dhe lëndë aktive, pra nuk kemi kapacitete për t'i bërë të gjitha, një pjesë edhe i tenderojmë i çojmë jashtë, një pjesë të vogël edhe mund t'i bëjmë. Kemi as laborator në Shqipëri që mund ta bëjnë mirë punë, apo kemi dhe nuk ka dëshirë qeveria apo autoritetet të lidhen me këto laborator? Në fakt, themi prapë aty ku ne nisëm diskutimin që zbërthimi i strukturës nuk është se ndodh me një të rëngishtave, absolutisht. Pra, në mënyrë graduale, qeveria jep pak fonde, ministria nuk zhvillon strategjitë, institucionet, për shembull rasti konkret. A është normale
që të ndërrosh 3 drejtora akuje brenda 2 muajsh, shkurt mars, të ndërrosh 3 drejtora akuje. Dhe askush nuk mban përgjegjësi. Ministri propozon, kryeministri miraton. Ministri propozon, kryeministri miraton, kryeministri ndërron mendje e çon deputet. Ministri propozon i tjetër, kryeministri e miraton, pastaj ndërron mendje e çon dha tjetrin deputet. Listë. Pra e thënë ndryshe, vetëm që këtu duket serioziteti i institucionit. Tani çfarë pret nga inspektorët apo nën punësit e këtyre institucioneve, për ta shikojnë që titullari nuk është në nivelet e seriozitetit, sepse do duhen ata të ekspozohen dhe të rrezikojnë vendin e punës apo jetën e tyre, pse jo, duke kryer detyra, sepse bllokimi i konteneri për shembull me fileto pule apo bllokimi i manderinës ka kosto, ka dëm ekonomik për kompaninë, që ka kryer këtë gabim. Kështu duhet ndodh në fakt. Po si mund ta marr përsipër kur titullari i tij pothuajse s'është aty, drejtuesi i institucionit, pra e thënë ndryshe, edhe rasti i laboratorit. Ne kemi 6 laborator rajonal për sigurinë ushqimore dhe veterinarin, kemi 1 laborator reference, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, të cilët pothuajse, të paktën 6 të parët, pothuajse nuk bëjnë asgjë. Vet personalisht kam dërguar, më bie një mik një raki shumë të mirë, edhe duke qenë edhe pak ekspert i fushës në merakun, sepse kazanët e rakis në fshat kallaisen, pra marrin një shtres kallaj para se të fillojë sezoni i zjerjes së rrushit, dhe ndodh që deri në fund të sezonit të zjerjes së rrushit, pas 5-6 kazane, kjo kallaj ka shkrir nga temperatura dhe ka shkuar në raki. Dhe për të bërë një analizë të metaleve të rënda të rakis, pra ka alumin hekur kallaj, sepse këto janë toksike për organizmin e njeriut. Kam shkuar në laboratorin rajonal, qytetin tim, dhe më është thënë që shkojnë e bëjnë vetëm gradacionin. Që gradacionin me çik qefe ullinj e vendosin vetë. Pra, deri në këto nivele, pra, që do të thotë që laboratorët rajonal janë pothuajse inekzistent, nuk funksionojnë fare, zero. Thjesht kanë trupa, kanë staf, kanë njerëz punësuar, por nuk funksionojnë, absolutisht jo. Ndërsa për sa i përket ISUV-it, i cili do të ishte një laborator reference, por e kemi kthyer në një laborator të mirëfillt, pra do të ishte ISUV-i përgjegjës për këta 6 laboratorët, bëjnë analiza shumë të mira dhe nivelet e kërkuara. Në fakt është kthyer vetë ISUV-i nga një laborator reference në një laborator të rutinës së përditshme. Dhe në fakt edhe vetë ISUV-i në kapacitetet që ka gati 70% të mostrave, pothuajse i çon jashtë, i nën kontrakton në laborator të tjerë në Poloni, në Çeki, Kroaci dhe kështu me radhë. Pra e thënë ndryshe, rrjeti i laboratorëve në Shqipëri shtetëror, ata të cilët janë garantët, ata të cilët vendosin vulën për produktet ushqimore, kemi të rrëzuar. Po nga njëra anë ndrojnë drejtorat, nga njëra anë s'kemi laborator, nga njëra anë për shembull buxheti për 2025 në siguri ushqimore ishte më i ulët se 2024. Do thotë një buxhet i ulët do thotë më pak analiza, më pak mostra, më pak investime në sigurinë ushqimore. E thënë ndryshe, përfshirë edhe këtë pjesën e militantizmit të punësimeve dhe jo ekspertëve, ata e gjejnë rrugën pastaj në Gjermani edhe në gjër apo në Europë, bëhet që ne gjendemi përballë kësaj situate. Sa mbyllet mandarina, del luleshtrydhja, sa mbyllim luleshtrydhen, na del qumshi, sa mbyllet kjo, del një tjetër. Ishim te elementi që u gjet tek mandarinat dhe luleshtrydhet. Çfarë i shkaktonin organizmit ton? Jo, unë e di që thuash fjalë të rënda për shëndetin e njeriut, bën lajm për pjesën e medias. Jo, thjesht ne ta dimë edhe si konsumator. Çdo substancë, qoftë pesticid, qoftë insekticid, qoftë antibiotik, qoftë antiparazitar, zbërthimin e tyre apo impaktin e parë ata e japin kryesisht në organet jetike dhe funksionale, siç është melçia, pankreasi, veshkat, ato filtrohen dhe pastrohen. Pra, gjitha këto produktet i japin një goditje drejt për drejt në këto organe jetike për njeriu. Më pas, ato japin format e tyre. Diçka mund të jenë edhe helmime, pra mund kalojnë në nivelet caktuara helmimi. Dikush tjetër pastaj, siç tham për rastin e jep kancerin e mëlçisë, aflatoksinave M1, pesticide ndryshme po ashtu japin apo degenerojnë qelizat duke i nxjerrë ndonjëherë edhe jashtë kontrolli, pra duke i kthyer në qeliza pastaj tumorale dhe mëra. Po në tërsinë e vet, këto substanca godasin vetë jetën, dhe ndaj janë rreptësisht
lejohen të përdoren apo të rekomandohen përdorim nga agronomët, veterinerët, pra nga specialistët e fushës. Nuk mundet një fermer të shkojë të blej çat gjej përpara ta hedhi pa ditur se çfarë po. Ndaj ne paguajmë një armatë të tërë që janë punojësit e drejtorisë bujqësisë, ku janë mbi 400 apo 500 agronomë në gjithë Shqipërinë që merren me trajnimin dhe këshillimin dhe evidentimin e problemeve, për shembull tek frutaperimet, apo mbi 500 ca veterinerë tek shëndeti i kafshëve edhe kështu me radhë. Pra këto armata dhe këto struktura janë aty për ta kontrolluar fermerin, se s'mundet, nuk e ka njohuritë intelektuale fermeri që të identifikojë apo të dallojë, pavarësisht se në ligjin ton thuhet operatori i biznesit mban përgjegjësitë e veta. Po more mban përgjegjësitë e veta, po kur atit ja kanë ndërruar etiketën kush e mban përgjegjësinë, ose kur atit nuk i kërkohet një llogarim mbi librin e mjekimeve të kafshëve apo të bimëve, kush e mban përgjegjësinë. Pra janë struktura shtetërore që kanë humbur pjesën e vigjilencës tyre apo funksionalitetit thelbësor, që në ana tjetër ne gjejmë edhe po thonë za abuzime nga fermerët dhe abuzime pa vetdije nga fermerët dhe abuzime të nxitura nga kontrabandistët apo ata që kanë interesa për të shitur substanca të ndaluara. E thënë ndryshe, janë rregullatori në këtë rast janë institucionet. Mund të duket pak si qëllim që unë dua të nxjerr lajm, por nuk është ky qëllimi. Çfarë dua të them me këtë? Siç e tha dhe ju, jemi në kushtet që strukturat nuk funksionojnë. Aman jemi nga ana tjetër në kushtet po të marr veten time, do shkoj, do ble mishin, perimet, frutat. Dhe më duket sikur në këtë situatë ku ne jemi edhe në një fushat elektorale, presim dhe një qeveri që do të vinë në shtator, e vetmja gjë që ne mund të bëjmë është ose të ndërgjegjësohemi më shumë fet, ose të arrim ne si media të ndërgjegjësojmë dhe të nxisim pak edhe empatin tek këta fermer, për ata konsumator që ata ju shërbejnë, dhe prandaj tentoj shumë t'ju pyes që çfarë shkaktojnë që ne së pari si konsumator dhe si audiencë të dim rrezikun dhe minimalisht në qoftë se ne, mbas edhe me sy të lirë, nuk mund të dallojmë substancat, po mund të kuptojmë nëse këto fruta mund të kenë substanca apo jo. Mund edhe të mos ekzistojë kjo, se ju jeni ata ekspertët që e dini këtë gjë. Dhe prandaj tentoj shumë që ne të futemi pak në brendësi dhe të kuptojmë që çfarë mund të bëjmë ne si konsumator, çfarë mund të bëjmë fermerët në ndërgjegjen e tyre. Në fakt, një nga latët më të mirë edhe për institucionet shtetërore, unë e thash pak parë që janë konsumatorë. Nuk është, pra ne kemi, po tham, 300-400 agronom, 500 veteriner, 300 inspektor, kemi një trup me 1000 veta, po them. Janë përgjegjës drejt për drejt apo tërthorazi për sa i përket sigurisë ushqimore. Nga ana tjetër kemi 1,5 milion apo 2 milion shqiptar që blejnë. Realisht ky raport do të ishte shumë në radhë parë i besueshëm dhe në radhë dytë funksional prej vërteti. Jo prej atyre historirave të numrit gjelbër që i thuhet konsumatorit aty e kep se s'merren telefonon, po. Po, shumë e vërtet që konsumatori mund të bëj kujdesin e vet, mund të japi kontributin e vet në këtë luftë. Ashtu siç e jep edhe konsumatori evropian. Më vjen mirë që vitet e fundit ka filluar një lloj ndërgjegjësimi për sa i përket sigurisë ushqimore. Shqiptarët janë të kujdesshëm në rrobat që blejnë, e shohin etiketën, përqindjen e pambukut, leshit, firmat. Firmat po se po. Po janë pa kujdesshëm në fakt kur shkojnë në rraftin e marketit apo dyqanit lagjes dhe marrin një produkt pa i parë qoftë datën e skadencës. Është minimumi që mund të bëjë një konsumator të kontrollojë datën e skadencës. Ne kemi me 10 mijëra apo milion kode dhe barkode, të cilat qarkullojnë në tregjet e Shqipërisë. Markete, supermarkete, dyqane lagjesh, e ku ta di unë, magazinash. Po minimalisht. A nuk është qytetari të kontrollosh datën e skadimit produktit, pavarësisht se mund të jetë e ndërruar. Po të paktën të evidentojmë ato raste të cilat atyre që kanë ndërmend të ndërrojnë e kanë harruar në këtë rast. 1. E dyta. Kur blihen produktet freskëta, produktet e frigoriferit që kanë një regjim temperature, përpara se të shkojmë ta marrim atë fileton e pulës të ngrirë apo të freskët, apo atë sallamin apo të bulmetin, ngrihe një kokën lart, shikoj një sa e ka temperaturën frigoriferi.
Dhe në fakt, për te i gjithë prisisë tyre si konsumator, për veten e tyre, për fëmijët e tyre, disa gjëra bazike mund t'i shmang edhe konsumatori, duke i vënë pastaj institucionet përballë një përgjegjësie. Sepse në moment që ti e shikon produktet e skaduara, atëherë institucionet s'kan funksionuar. Ose operatori i biznesit vë mend se po e denoncove, do marr një gjobë që do t'i kushtoj goxha edhe do vër mend pastaj herës tjetër do t'i kontrolloj më shpesh, do t'i bëj me sistem elektronik. Dhe në fakt po e them që të paktën 2-3 vitet e fundit apo 5 vitet e fundit kanë ndër një ndërgjegjësim. Në fakt konsumatori në këto 35 vjet nuk është edukuar për hir të vërtetës. Edhe media në fakt këto 4-5 vitet e fundit ka filluar që i shikon më shpesh në televizor historitë bujqësisë, blegtorisë dhe ushqimeve. Kanë qenë më shumë të fokusuara te kjo pjesa tjetër. Ky është lajm i mirë, pra, është lajm i mirë. Të paktën bota e medias ka kthyer syt edhe në fakt ka një lloj, po themi, ndërgjegjësimi në këtë aspekt. Lajmi i keq është që reagimi i konsumatorëve është te i ulët tashmë. Nëse ty të dalin 3-4 skandale brenda 2-3 muajsh, atëherë unë nuk e kuptoj si konsumator çfarë pret më. Sepse realisht nëse do t'i marrim në kronologji ngjarjet 90-tori deri sot që flasim, janë aq të shpeshta, 1 deri në 2 muaj, sa ne gjendemi në një lloj genocidi ushqimor. Pra ka dy gjëra, o dikush po na sulmon edhe ne jemi të paftë ta kuptojmë institucionalisht, ose ne jemi armik të vetvetes. Si është ajo historia, mora pushkën dola mali të luftoja për atë dhe. Ku ta dija unë i shkreti se armiku ishim ne. Në rastin konkret, ndoshta ministri, zëvendësministri, drejtori e gjitha merat që kanë përgjegjësi për këto institucione, janë ata armiqët në të cilët për interesat ngushta klienteliste, politike, ekonomike, pse jo, lejojnë, bëjnë një syv apo një vesh shurdh apo një syqor dhe lejojnë që këto produkte të gjejnë hapësirë edhe vend në tregun shqiptar. Absolutisht, konsumatori nuk e detekton dot as pesticidin, as antibiotikun dhe as salmonelën. Por, janë ato që unë thash pak më sipër, konsumatori ndërgjegjësohet duke ushtruar presion pozitiv ndaj edhe institucioneve. Për shembull, unë kam pritur tërë këto ditë që të kishte një reagim. Për shembull, minimalisht një protest para Ministrisë së Bujqësisë mund të ndodhte. Nuk mundet t'ja lejosh vetes apo t'ja lejojnë veten popullit konsumatorët kur e dinë që për shembull kopshtet e çerdheve të Tiranës konsumohet drek. Pra gjithë fëmijët e kopshteve dhe çerdheve të Tiranës konsumojnë qumësht, konsumojnë ndoshta mish pule, perime të ndryshme, pse jo dhe mandarina dhe fruta. Të mandarina dhe lule shtrytit që janë shumë të dashura për fëmijët. Për fëmijët. Dhe reagimet jetë kaq i papërfillshëm se u s'ka ndodhur asgjë. Ndaj them që konsumatori ndoshta mbetet është detyrim primar i institucioneve për ta edukuar, po sekondar edhe bashkëpunues i medias që ju e keni nisur tashmë si mision për ta emancipuar disi konsumatorët dhe për t'i thënë që lufta, pra ju luftën e keni për veten tuaj, për fëmijët tuaj dhe për shëndetin tuaj. Që ato para t'i bëni weekend dhe t'i bëni komoditet për familjen dhe mos t'i bëni spitale dhe ilaçe, atëherë duhet të reagojmë sot. Sepse nesër do jetë shumë vonë për të reaguar edhe nesër, dashur pa dashur, edhe po ta shohësh, Shqipëria, bizneset e fundit që hapen apo nëse shikon reklama në media janë laboratorët, klinikat mjekësore dhe spitalet. Që do të thotë që ne jemi bërë një lloj, po themi, tregu i madh pacientësh të operatorëve të biznesit shëndetësor. Nga pikpamja praktike, se unë këtu do ngulmoj, nga pikpamja praktike, ne kemi në dorë sigurisht të sensibilizojmë, po duke sjellë 2-3 gjëra informacione praktike. Folëm për produktet e ngrira, folëm për ato supermarkete, për temperaturën, për datën e skadencës, po në qoftë se ne drejtohemi te një dyqan që shet mish apo perime, çfarë duhet kemi parasysh? Atëherë blerja më e sigurt për konsumatorin janë blerjet me etiketë. Kjo historia që një nënë atje te cepi trotuarit shet sa sallat mire, shet sa mish pule të mire, sa qumësht mirë, në gjykimin tim nuk qëndron. Që unë jam vetë në fshati, kam i ferën prodhimit të qumshtit, e çoj gjithë qumshin një nga stabilimentet, shitja në rrugë, në treg,
për konsumatorin, pa etiket përkatëse, pa, po themi, barkod, pa elemente e sigurisë ose të paktën të identifikimit. Normalisht është mënyrë kategorike e pa lejuar të blej dhe këtë kaq ndërgjegjësinë do ta ketë vetë konsumatori. Shiko, vërtet mund të kontaminohesh nga një kompani, po minimalisht ti e konstaton dhe e gjen burimin dhe e korrigjon. Nëse ti konsumon në mënyrë të vazhduar qumësht, atëherë kush më garanton mua që ky qumshi me aflatoksin nuk është edhe ai i rrugës? Po është vetëm i kompanive, sepse ka dy forma. Që nëse kemi marrë akoma hetimin e AKU-s edhe nuk e jemi akoma publik në aspektin se nga ka ardhur ky helmim me aflatoksin, po a mund të jetë edhe ky qumshi i fermerëve që shkon te fabrikat? Përjashtohet mundësia. Megjithëse mund ngrenë dyshime që është një qumsh importi, është qumsh që ka ardhur nga Serbia, pasi industria jon merr goxha dhe bën blerje goxha jashtë Shqipërisë për plotësimin e nevojave, pasi ne jemi në një rënje të lirë të numrit të blegtorisë. Por blerja tek cepi rrugës, blerja e qumshit pa etiket, e sallatës, e preshit, ku ta diun e gjithë perimeve dhe frutave, të cilat nuk u dihet origjina, dihet që është një zonjë atje apo një zotëri që shet atje dhe kaq. Nuk janë garanci, edhe këto në fakt duhet shmangur. Madje këto janë ato produkte në cilat pothuajse nuk u bëhet asnjëherë analiza, se ne flasim për raste të manderinës, qumshit, apo elementeve të ndryshme, filetos pulës, po këto janë raste që janë kap në kompani të cilat kanë një kontroll minimalisht 1 deri në 2 herë në vit. Dhe gjatë tyre kontrolleve ne kemi rezultuar këto probleme. Por ato produkte që s'kan etiket dhe nuk janë fare objekti i institucioneve shtetërore, pyetje e madhe dhe pasiguri e madhe. Ndaj në këtë aspekt konsumatori duhet të jetë më i kujdesshëm. Absolutisht. Blerjet duhet bëhen gjithmonë në produkte të cilat identifikohen se kujt i përkasin. Jo tek komshiu që e njeh apo tek ai që e ke patë cepi apo ke respekt se duket burri i vjetër apo zonjë e vjetër. Flasim për kompani të cilat kanë dhe imprisi ligjore nesër, pra dhe ata para se të hedhin produktin në treg, pavarësisht se ka dhe gabime, po themi, gjatë linjave të prodhimit, pavarësisht se ndodhin kontaminime, për shembull rasti i salmonelës, kompania e kishte importuar në një nga stabilimentet në Brazil, e cila ishte monitorohesh në mënyrë të vazhduar nga Bashkimi Evropian. Për shkelje, për sinjalizime? Jo, monitorohet sepse Bashkimi Evropian për plotësuar nevojat e veta, duke qenë popullatë e madhe dhe nuk i prodhon dot gjithë prodhimet aty. Në Argjentinë, në Brazil apo dhe më gjërë, pra po themi në vendet e botës tretë që e konsiderojnë ata certifikojnë një sër stabilimentesh. Pra ai shikon një industri mishi atje, i thot do më bësh këto linja, këto aparatura, këto standarde therje, këto standarde analiza e të gjitha me radhë, dhe ty unë t'jap viston të vish në Bashkimin Evropian me produktin tënd. Pra dhe rasti i këtij stabilimenti ishte një stabiliment i certifikuar nga Bashkimi Evropian, por rezultoi që në hallkën e tij kishte një problem. Por kjo u identifikua. Gabimi i institucioneve tona, shumë i madh, se produkti u hodh për treg, dhe këtu ishte problemi. Ndaj, kthehemi te batuta që bëhen filma, po deri aty po pa i helmuar njerëzit në moment që ti e ke çuar produktin për konsum. Rasti i manderinave u konsumua, i lule shtrydheve u konsumua, i salmonelës u konsumua, i qumshit. Përgjigjja e analizës ka dalë në 16 mars 2025. U publikua këtë javë rasti, në prill, pra një muaj gati me vonesë. Pra që do thot ajo parti dhe ai sasi qumshi është konsumuar. Ose të paktën kështu na mbetet të pretendojmë, sepse deri më sot ne s'kemi një reagim të AKU-s, na kjo sasi që doli pozitive, u tërhoq kaq është konsumuar, nuk kemi një raport. Pa shkoj sa s'kemi një raport, atëherë mbetet që kemi konsumuar të gjithë. Po fermerët çfarë duhet bëjnë? Ju e thatë shumë qartë që ata nuk e kanë aftësinë për të përdorur pesticide caktuara, për të ditur se si funksionojnë elementë caktuar të kafshët që mbarshtojnë. Ideja është që gjithmonë flasim për ata fermerë që duan të jenë të përgjegjshëm, apo për ato kompani që duan të ulin, si të thuash, rrezikun e humbjeve. Edhe që kanë mbase në thelb një përgjegjësi më të madhe ndaj konsumatorit. Çfarë mund të bëjnë në këto kushte? Në botë edhe në Europë, pak fermerë janë të cilët hedhin produktet e tyre drejt për drejti në treg. Po ashtu edhe në Shqipëri. Për ashtu fermat e vogla, fermat familjare, fermat 1-2 lymshe, cilët mbjellin një sallatë dhe nxjerrin në treg.
në fakt ka një sasi të caktuar të cilët shteti lejon ta hedhësh në treg. Për shembull, nëse prodhon sallat, nuk mund të hedhësh për shembull për një vit kalendarik më shumë se 100 kg. Ti hidhen në treg po deri këtu, po je mbi 100 kg, apo më shumë, ti do duhet kalosh nëpërmjet pikës së grumbullimit. Ti mund të hedhësh në qumsh një sasi të vogël për komshiun, për fqinjin, për 1, 2, 3 familje, po ti nuk mund të hedhësh në treg për një lagje të tërë, apo për një fshat të tërë, apo për një zonë të tërë. Për vetëm arsye sepse presupozohet që malli si fillim pasi vilet grumbullohet, pasi grumbullohet standardizohet, pasi standardizohet edhe analizohet gjatë gjithë procesit të rregullimit, dhe pasi konsiderohet konform në aspektin e shëndetësor, pra higjienës, ai mund të hidhet në treg. Në rastin konkret, dalja drejt në treg shmang hallkën e standardizimit dhe rritjes së cilësisë që i bëhet produktit apo klasifikimit që i bëhet produktit. Në këtë aspekt, në fakt, një pjesë e fermerëve, po them unë thunjza, abuzojnë për arsye edhe të mirëqenies ekonomike, edhe nevoja familjare, pasi po flasim për një sektor i cili ka mbi 45 apo 47% të popullatës të vendit tonë, po flasim një sektor që jep gati 20% prodhimin brendshëm bruto, dhe po flasim për një sektor që ka gati 500.000 të punësuar. Pra gati gjysmë milionit të punësuar të shqiptarëve gjenden në sektorin e bujqësisë edhe blegtorisë. Dhe normalisht duke qenë kaq i madh si sektor, dhe duke qenë një sektor i cili jep amortizimin e vet në aspektin ekonomik dhe familjar, ka hapësira dhe lejon hapësira pafundme që një pjesë e mirë e fermerëve produktet e tyre t'i hedhin. A duhet të jenë më ndërgjegjësuar fermerët? Po absolutisht po. Duhet i marrin preparatet në pikat miratura, për shembull rasti i farmacive veterinare apo agronomisë. Duhet i marrin gjithmonë dhe t'i blejnë dhe të jenë të sigurt që ai që po ua shet është veteriner apo është agronom. Pasi t'i marrin nëse nuk kuptojnë, nëse ato janë në gjuhën të huaj, se në fakt duhet të jenë në gjuhën shqipe, po për të bërë një përmbledhje të rrezikshmërisë, produkti duhet të shoqërohet me një flet nga mjeku apo nga agronomi, që të thojë që gjyo këtë da përdorësh, po ki kujdes sepse kjo karencën e ka 15 ditë. Po s'përkate me këtë 15 ditë mos merr më me këtë punë. Pra, kjo është dhe nuk duhet blejnë në tregun e parë që u del përpara, në historitë, legjende që bëhen në fshat, që se kam parë një produkt që ka dhënë këtë efektin, po ta përdorësh dhe ti, edhe pa vendosur diagnozë, përdoren produkte të cilat më pastaj më shumë dëmtojnë produktin e më pas konsumatorin se sa zgjidhin problemin vërtet që kanë fermerët. Në shtator do kemi një qeveri të re. Është lajmëruar që AKU-ja do shkrihet. Ky ndërrim i shpeshtë edhe e shtjellove shumë qartë edhe në mënyrë të thelluar se çfarë nuk funksionon, po ju si ekspert, çfarë mendoni se qeveria e re duhet të bëjë në mënyrë urgjente lidhur me përmirësimin e kësaj situate katastrofike në fakt që është për sigurinë ushqimore në Shqipëri? A duhet të rikthej statusin e në punësit civil inspektorëve? A duhet të bëjë një autoritet më të fuqishëm? A duhet të ketë më shumë kontrolle në pika doganore? A duhet të vendosi laborator me buxhete më të mëdha? A duhet të kthej syt te si të thuash te ata ekspert që janë larguar nga sistemi për arsye ndoshta edhe partijake? Çfarë duhet bëj sipas jush? Në këndvështrimin tim, në radhë parë, siguria ushqimore ka një lidhje drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Unë e përmenda pak më parë. Boll mos të shkojnë në mendje një shteti armik i Shqipërisë për të sulmuar popullatën shqiptare, e ka të thjeshtë. Hap një produkt bazik, fut një substancë të panjohur, laboratorët tonë se detektojnë dot, edhe kjo kthehet në një tragjedi kombëtare, larg qoftë. Në gjykimin tim, dy janë strukturat, madje njëra do të jetë më sipër kësaj që them unë, që është siguria ushqimore dhe SPAKU. Drejtori apo drejtuesi i SPAKut dhe drejtuesi i garancisë për sigurinë ushqimore do të jenë dy njerëz me kredencialitetet larta,
ekspert mirë të fushës, njerëz që e njohin dhe kanë një lloj integriteti në përmbushje të detyrës së tyre, dhe njerëz të cilët në gjykimin tim mandatin e tyre do ta marrin gjithmonë me vendim parlamenti. Nuk mundet që ti lësh në dorë jetën e gjithë shqiptarëve një sharlatani apo një badakçiu i cili ka ardhur të bërë ca lekë dhe për të rregulluar buxhetin familjar. Jo. Unë mendoj që pavarësisht se kush mund të jetë në qeveri deri në shtator, historia me sigurinë ushqimore duhet një orë më para është në klithmën e saj më të madhe të mundshme për të ndryshuar. Dhe ne nuk kemi nevojë për të bërë eksperimente alla shqiptare, sepse Europa ka treguar që e ka modelin që ka vite që e zbaton dhe e mban të azhurnuar dhe mban të kontrolluar shëndetin e popullatës saj. Dhe në këto rrethana do duhet që drejtuesi i autoritetit të ushqimit duhet të jetë një njeri i cili duhet zgjidhet me shumicë të cilësuar parlamentare dhe mos të jetë një njeri i prekshëm në oreksin e ministrit apo në oreksin e kryeministrit. Po duhet të jetë njeri me pavarësi të plot për të ushtruar kompetencat dhe detyrat që jep ligji. Nuk mundet, është e pamundur që ti të vendosësh në krye një person i cili nuk ka garanci për vendin e punës apo për jetën e tij, dhe ndërkohë ai në ana tjetër të sulmoj biznese, po them siç është rasti i mishit që shkon në 300 milion euro në vit kapital qarkullues, apo siç janë eksporti i perimeve që shkojnë në 500 milion euro apo dhe më shumë. Pra nuk mundet një njeri të vendosi standarde kur ai vetë është i prekshëm, është i cënushëm, letshëm në këto biznese që janë një lloj perandorie përballë institucioneve shtetërore dhe duke marrë në konsiderat aftësitë monetare që ato kanë, edhe kështu me radhë. Pra në këtë aspekt, kushdo që të vi në shtator në qeverinë e Shqipërisë, nëse nuk ndryshon këtë lloj mendësie, nuk ka për të ndryshuar as pak siguria ushqimore në Shqipëri. Siguria ushqimore ka për të qenë një element vrastar i shqiptarëve nga dita në ditë dhe pa e kuptuar fare. Shqipëria, nëse vazhdon në këto gjurma, normalisht do ketë problematik të shtuar mbas një farë kohe, megjithëse shenjat e kanë dhënë, sepse sipas dhënave të Instati kanceri po kthehet si një lloj viroze, po shkojnë në numra të frikshëm çdo vit. Pra po kthehet në një lloj epidemie dal nga dal, të cilët ne do kemi një Shqipëri të cilat do jetë e paaftë për të punuar dhe për të prodhuar nesër. Sepse do jetë e gjymtuar nga smundjet dhe nga problemet shëndetësore, dhe nuk do ta ketë kapacitetin apo vitalitetin që të prodhoj, po do kthehet në një pacient të madh të cilët kujdesi shëndetësor masandaj do bëj punën e vet. Dhe në këtë aspekt ne as duhet të shpikim, unë e thash pak më parë, merr një shembull i përshtatet Shqipërisë në Europë, mos merr Gjermaninë, mos merr Francën. Ke shtetet vogla si Shqipëria me 3-4 milion banor që kanë standarde shumë të mira, siç është rasti i Kroacisë, merre implementoje. Merre implementoje. Çfarë bën mirë Kroacia? Po të paktën sigurinë ushqimore ka nivelet më të larta se ne. Paktën për të mbetur brenda temës. Shërbimi veterinare ka më të trajnuar, më të kualifikuar, më të gatshëm për të paraprirë dhe parandaluar. Shiko, ne po flasim për agronomi dhe veterineri hyn tek vija e parë e frontit të problematikave shëndetësore. Nëse ti e këshilluar mirë fermerin që mos të përdori apo të respektoj karencën, atëherë nuk do kemi njerëz të kontaminuar me pesticide dhe nuk do kemi njerëz nesër të sëmur. Nëse veterineri është lartësinë e duhur në mënyrën se si trajton fermerët, blektorët, kafshët, në mënyrën se si e rekomandon te fermeri medikamentin, atëherë nuk do kemi problematika shëndetësore nga preparatet veterinare. Qofse veterineri e zbaton mirë strategjitë të shërnjosjes së sëmundjeve të ndryshme, 65% e sëmundjeve të njerëzit e kanë origjinën nga kafshët. Pra një veteriner është vija e parë e frontit i cili e ndalon kalimin e sëmundjeve dhe problemeve nga kafshët tek njeriu. Dhe kur ky nuk funksionon mirë, atëherë pastaj ne vëm tek mjeku human. Por jemi në fund të zinxhirit edhe mbrojtjes. Pra aty jemi jeta vdekje. Pa o shpëtojmë, o kthehemi prapë në gjendjen vitale që mund të kemi qenë në fillim. Dhe të paktën në aspektin e këtyre strukturave, të paktën kroatët kanë treguar që kanë një nivel më të lartë dhe kanë treguar që kanë një lloj qasje pozitive dhe plus janë pjesë e Bashkimit Evropian
ata eksportojnë dhe shpërndajnë produktet e tyre në gjithë Europën edhe nuk kanë pasur këto probleme. Sot Shqipëria është në një embargo të madhe nga Bashkimi Evropian sepse ne nuk mund të eksportojmë asnjë lloj produkti me origjinë shtazore. Pse? Sepse kapitulli 12, pra para se të marrësh atë pasaportën europiane, do duhet përmbushësh kapitullin 12 që është siguria ushqimore dhe veterinaria. Pasi Bashkimi Evropian është bindur që institucionet e tua laboratorike, agronomike, teknologjia në ferma dhe në industrinë e përpunimit, shërbimi veterinar dhe struktura e tij private dhe shtetërore janë të akredituara dhe janë të njohura sipas standardeve të Bashkimit Evropian, atëherë ty të jepet mundësia që ti të eksportosh në BE. Sot, për natyrës së rrezikshmërisë lartë që kanë produktet me origjinë shtazore, nuk eksportojmë asnjë lloj produkti apo nën produkti. Pra nuk çojmë qumësh, por nuk çojmë as djath, as gjizë, as gjalp, edhe kështu me radhë. Dhe kjo kërkon fakt është një kapitull i tërë dhe ky kapitull bëhet vetëm duke pasur struktura serioze edhe në këto struktura duke vendosur njerëz serioz apo njerëz kompetent, të cilët janë profesionistë fushës edhe mund ta bëjnë këtë gjë. Apo përgatit shkolla jonë e veterinarisë ekspertët e duhur, si të rezulton? Atëherë në një raport të fundit të urdhit profesional të mjekut veterinar, në cilësinë edhe të presidentit aty, ne kemi publik çdo fund viti, gati gjysma studentëve të fakultetit mjekësisë veterinare emigrojnë jashtë Shqipërisë. Pra fakulteti na i përgatit studentët, por duke qenë se rroga mesatare e një veterineri në Shqipëri varion diku te 650-700.000 lekë vjetra, dhe kushtet e punës janë pothuajse të barabarta me një punojës të, po themi, të shërbimeve komunale. Pra pa në lloj integriteti ndryshe në aspektin profesional, pra në aspektin po flasim për shkencëtar të fushës mjekësore dhe po flasim për mjek në aspektin e mirëfillt të fjalës. Duke mos pas to privilegje trajtime, ata kanë gjetur rrugën e tyre të shkojnë në vendet e BE-s. Dhe kemi rreth 25 deri në 30 të rinj, pra gjysma e diplomuarve në fakultetin e mjekësisë veterinare, ne na ikin jashtë. Pra, ky nga njëra anë është një lloj dëmi që i bëhet shtetit. Sepse ai investon për 5 vjet për të marrë një profesionist dhe ai profesionisti në momentin e fundit largohet. Po këtë profesionisti duhet i krijosh dhe kushte, pra, duhet i krijosh kushte, duhet ta motivosh. Apo absolutisht. Jo? Absolutisht është e drejtë dhe ne në fakt disa herë kemi bërë kërkesë, kemi informuar, i fundit ka qenë janar, në cilët kemi marrë shembullin e Malizi, duke qenë se jep vlerën e dur kapitullit 12 që është siguria ushqimore dhe veterinaria, ka menduar në parlament një ligj të posaçëm në të cilën i klasifikon mjekët veterinar me rroga dysheme 1.100 euro dhe mbi këtë pastaj varësi të specializimeve dhe vjetërsisë punës. Sepse nuk mundesh të përmbushësh një mision duke lënë këmbë, duke thënë tani ti lufto që ne të përmbushim kapitullin, ndërkohë që ai me 700.000 lekë në Tiranë është i mbaruar se 400.000 lekë, 500.000 lekë i do qera këtu. Po flasim për një veterinar që mund të jetojë në Tiranë. Dhe kështu me radhë. Pra, e thënë ndryshe, këta të rinj, pasi nuk gjejnë veten, pasi përfundojnë fakultetin, atëherë gjejnë rrugë më të thjeshtë, imigrojnë. Përfundojnë veterinar, disa përfundojnë veterinar dhe një pjesë e mirë përfundojnë veterinar në vendet që emigrojnë. Pjesa tjetër pastaj duhet bëjë edhe punë ndryshme jashtë profesionit. Po mund ta bëjmë dhe ne këtë ligjin, pra. Çfarë na pengon ne ta bëjmë? Kjo është një nga ato pyetje $1 milion që në fakt do ishte më mirë t'ja bëjmë si pyetje qeverisë dhe t'i themi çfarë pengon që se bën këtë gjë. Jo, nëse Rama fiton zgjedhjet, deviza e tij dhe premtimi i madh është Shqipëria në BE apo jo. Edhe nëse duam ty në BE, të paktën le ta bëjnë për arsye pragmatike të tyre nëse duan. Ne përdorim një shprehje shumë që nuk duam të politizojmë ose ta politizojmë, por realisht situata është vërtet politike. Në çfarë aspekt? Janë politike dhe gabura ato të cilat na çojnë në këtë gjendje edhe ku jemi. Nëse për që nga 2017 deri më sot janë ndërruar mesatarisht 6 apo 7 ministra, në fundit një vit e gjys kanë në detyrë, dhe i bie pritet prap shtator. Kështu që e thënë ndryshe, nëse nuk e ke treguar seriozitetin për një punë prej kohësh, nuk besoj që lind dielli prap shtator edhe pastaj ndryshon çdo gjë. Personalisht, duke parë strukturat,
duke parë institucionet e varësisë të Ministrisë së Bujqësisë, duke parë atë që ka ndodhur të paktën që nga 2009 kam unë memorie institucionale në Ministrinë e Bujqësisë apo në drejtoritë e tyre, duke parë sidomos në 10 vitet e fundit që nuk ka një lloj ndryshimi kërcitës, të paktën në sektorin e bujqësisë edhe blegtorisë, apo në sektorin e sigurisë ushqimore. Çfarë kemi ne te sektori veterinarisë risi të fundit? Kemi krijuar një institucion deri në 2020 që quhet Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Me strukturën e fundit e shkrim këtë institucion. Pra përveç akullës shkrim edhe AGMB-n. Çka thot, ne morëm disa profesionistë, u ndryshuam gjithë trajektoren e punës, i futëm në një institucion, i lam 4 vjet, 5 vjet në atë institucion. Në momentin që ata kanë kuptuar se si funksionon ky institucion, jam njohin proces verbale, njohin trupat e inspektimit, njohin mënyrën e ligjeve, urdhrave dhe udhëzimeve, sepse mos ta harrojmë, krijimi i një institucioni kërkon pafund urdhra ministri. Për ta drejtuar dhe direktuar atje ku ai duhet përmbush misionin e tij. Pas 5 vjetësh punë, ai institucion shkrihet dhe ngrem një tjetër prap. Eksperimente shumë të rrezikshme Të rrezikshme, të cilat pasojat po i vujnë qytetarët. Po i vujnë qytetarët, qoftë moshë madhore, po i vujnë fëmijët tanë dhe do lej pasoja në breza. Kjo është e vërtet. Unë dua të largohemi nga kjo bisedë me mesazhin që ju dhatë dhe me atë që ju thatë që siguria ushqimore është siguri kombëtare. Edhe në fakt duhet ta mendojmë të gjithë, po duhet mendojmë në radh parë për shëndetin tonë dhe familjen tonë, sigurisht. Por të mendojmë pak më shumë, sigurisht media bie dakord me atë që ju thatë në fillim, që media po tregohet pak më kujdesshme. Vite më përpara ne kemi pasur prirjen të raportojmë mbi lajmet, çfarë ndodh, skandalet e kapura etj, po shoh që tani, dhe kjo është gjë fantastike mendoj, të paktën ne t'i vim në ndim atyre që na dëgjojnë, atyre që na lexojnë. Dhe atyre që vërtet edhe sot që flasim kanë nisur ta kuptojnë rëndësinë e kësaj çështjeje. Në fakt do duhet shiko, unë e them gjithmonë, qytetarët janë pra është shteti në krye dhe pastaj me gjithë degët e veta sekondare, ytësore apo tretësore, në të cilat edukojnë qytetarin. Qose ne presim që qytetarët e një vendi, qoftë vendit tonë Shqipëria apo diku nëpër Europë, janë vetë edukuar, në fakt e kemi konceptin gabuar. Pra janë qeverit, institucione shtetërore, mekanizmat e caktuara të cilët edukojnë qytetarët. Nëse do t'i bësh qytetar të Zvicrës, Spanjës, të Anglisë, apo t'i lësh qytetar të Ballkanit apo të Shqipërisë edhe kështu me radhë. Unë thash, nuk edukimi i qytetarëve nuk ka të bëjë vetëm me publikimin e numrit jeshil për t'i thënë që ti telefono këtu. Kaq. Unë mendoj që edukimi fillon që në kopsh, që në qerdhe, që në gjimnas, që në universitet. Edukimi vazhdon duke bërë trainer me profesionistët, pra duke trajnuar profesionistët, pse kanë mbaruar në 90-ën apo në 80-ën edhe vazhdon akoma me mendsinë që jemi këtu, ndërkohë që ne po flasim për inteligjencën artificiale në sigurinë ushqimore sot. Po flasim për telemedicinë në shëndetin e kafshëve dhe kështu me radhë. Pra e thënë ndryshe që edukimi i popullatës për sa i përket sigurisë ushqimore duhet të jetë i vazhduar. Duhet të jetë një mision i cili institucionet shtetërore duhet ta kenë primare në aktivitetet e tyre. Dhe jo vetëm ta edukojmë që ministria takoi këtë, drejtori bëri 7 inspektime sot, ky një PR për të thënë që ne po punojmë. Jo, ne na duhet realisht një PR apo na duhet një ndërhyrje, duhet rezultati. Më afër konsumatorit dhe për ta orientuar dhe për t'i vënë atij në ndukje kompetencat e tij, se ai ka disa kompetenca që nuk i di. Ta thash, ashtu siç ne shohim një bluzë kur e blejmë, ne duhet shohim ushqimin. Po duke qenë në mënyrë natyrale dhe duke qenë në mënyrë jo natyrale, duke qenë në mënyrë e pastërvitur, ne nuk i dim gjithë elementet e sigurisë ushqimore si konsumator. Instinktivisht, gjë e parë, ne na shkon të marrim tek një fermer. S'ka etiket, fiskun e diellit në anë trotuarit, në Tiranë aty shet qumshin dhe ne gjë e parë marrim. Nëse ky është më afër natyrës.
Ndërkohë që konsumatori duhet edukuar në të gjitha format e mundshme. Por thash kjo bëhet në mënyrë sistematike dhe kjo bëhet duke filluar që nga brezi i ri. Mund ta Edhe fillosh një neglizhenca moment. jonë është terrorizuese në fakt kur mendoj që vajza ime ka konsumuar manderinat dhe lule shtrydhet që mund të kenë pasur këto kimikate dhe ne jemi neglizhent tërësisht, nuk dalim te ato protestat. Unë them që tranzicioni në Shqipëri ka qenë një tranzicion i cili po them unë ishte pa frerë, edhe stresi, ngarkesa e përditshmërisë, niveli ekonomik i shqiptarëve dhe shumë element tjerë e bëjnë atë si një kal karroce në të cilën vetëm tërheqen dhe ikën përpara pa e përdorur trurin. Që do të thotë që në fakt ndrisimi qytetar dhe fryma e gabuar që është implementuar, fryma e liderit në Shqipëri, pra një protestë në Shqipëri e tërheq më shumë një parti politike se sa një helmim i fëmijëve prej luleshtrydheve. Apo qumshit që fëmijët janë predispozuar të konsumojnë sasira më të mëdha, po duke pas dhe peshën e trupit më të vogël, janë të parët që mund të preken nga problematika të metabolizmit apo problematika të mëlçisë apo të kancerit dhe me radhë. Dhe në fakt është një lloj, prandaj thash kalojmë prapë te ndërgjegjësimi qytetar dhe edukimi i qytetarëve, shqiptarët duke qenë mendsinë e tyre kanë frymën e liderit, ata presin që dikush t'i udhëheq gjatë gjithë kohës për çdo kauzë. Për aq kohë sa ne si shoqëri nuk arrim dot të grupohemi për një kauzë e cila na bashkon të gjithëve, kemi për të vuajtur edhe disa kohë. E bëm këtë me armët kimike për shembull. Shkuam aty dhe Po kam përshtypjen ishin disa organizata që i tërhoqën, ishin disa. A ka organizata që merren me sigurinë ushqimore në Shqipëri? Ka, janë të faktën funksionojnë mirë? Tre shoqata të nuk them që funksionojnë mirë, po përpiqen. Shko, nuk është luftë çfarë ndodh. Kemi një shoqatë të mbrojtjes konsumatorit. Po e përmendem. Që kjo të krijojë aktivitetin e vet, konsumatorët duhet të kenë një lloj besimi për të paguar një kuotë vjetore, qoftë edhe 1000 lekë të vjetra në vit. Dhe një numër i konsiderueshëm qytetarësh duhet të kontribuojnë që kjo shoqat jetë një lloj garanti, pra se ka konceptin ligjor, di ta vej para përgjegjësisë institucioni dhe di të mbrojë interesat e të gjithë qytetarëve. Kam përshtypjen që ne më shpesh bëjmë abonimin e Netflixit se sa abonimin në një shoqat konsumatorësh. Ndoshta edhe të kësaj. Pra, ne vetë si qytetar nuk arrim dot ta perceptojmë edhe ti mobilizojmë apo ti vëmë në shërbimin ton disa institucione, qoftë edhe jo qeveritare, në shërbimin ton. Nëse ti del jashtë Shqipërisë, organizatat më të fuqishme në Europë sot janë organizatat e mbrojtjes konsumatorit dhe organizatat e shëndetit të kafshëve. Dhe aman janë organizata të cilat financohen dhe kanë burime. Një organizat minimalisht duhet të ketë një jurist me kohë plot, duke marrë në konsiderat problematikat që kemi, duhet të ketë një staf mbledhës, duhet të ketë një staf i cili punon gjatë mënyrë të vazhduar. Po për aq kohë sa organizatat janë me vetë financim, presit marrin ai projekt nga donatorët, që donatorin e ka orientuar qeveria ku ta çojë mbështetjen. Për aq kohë sa presin të marrin një punë publike apo për aq kohë sa presin të marrin mbështetje nga kompanitë e prodhimit, të cilat nuk po them që është e jashtëligjshme, po ndonjëherë i bën dhe pal. Nëse ke marr mbështetje financiare nga kompania e biletave të pulës, nuk mund ta publikosh lajme se të ikën. Pra, e thënë ndryshe, kjo shoqatat i fillon i kompromenton në një lloj forme dhe shoqatat e mbrojtjes konsumatorit pastaj nuk janë në lartësinë e duhur dhe në lartësinë që realisht duhet përmbushin detyrimet siç i ngarkon ligji apo siç duhet i përmbushin. Ju falenderoj shumë që shpenzuat të kohë me audiencën tonë edhe që folët në mënyrë kaq të drejtë për drejtë për të gjitha problemet që ekzistojnë. Edhe do doja shumë t'ju kisha sërish një bisedë tjetër, sepse është një çështje që ne duam të merremi gjatë. Duam të merremi gjatë sepse mendojmë që duhet të kontribuojmë për publikun, për këtë të mirën tonë publike, edhe ushqimet, siguria se çfarë konsumojmë, kam përshtypjen që ne si shqiptarë duhet fillojmë edhe të ndryshojmë pak mentalitetin
siç ju e thatë, sa mirë shikojmë atë etiketën e veshjeve, apo shikojmë nëse këto janë rroba firmato apo jo, po harrojmë ndonjëherë të mendojmë se çfarë fusim në gojë, çfarë hamne, çfarë pim, çfarë janë këto produktet që pastaj na çojnë në dyert e spitaleve apo në një shëndet jo shumë të mirë. Kështu që faleminderit shumë që ishit sot. Shpresoj të takohemi kështu në tema Dhe shpresoj shumë më informative dhe më të bukura ndoshta. Mbase në shtator do të mblidhemi sërish dhe do themi Pas. qeveria e bëri këtë gjën. Inshallah. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit ju për ftesën.